Çmimet të produkteve të konsumit të përditshëm si frutat, perimet dhe mishi kanë pësuar rritje të ndjeshme në Shkodër, duke vënë në vështirësi qytetarët në prag të festave të fundvitit. Të ardhurat e pakta i detyrojnë shumë familje të frenohen në blerje. Qytetarët shprehen se me vështirësi arrin të sigurojnë produktet bazë, ndërsa edhe ato që i blejnë i marrin në sasi të vogla dhe me kursim. Do gjona në ujë, do gjona në çu. Peshku e çukur, 7.000 kg krapit. A duken shtrajta çmime? Shtrajta baldi sa janë, ka të drejtën. Si e del për me blinjo ta çat nevojiten? Që ja bëjë si sonë, ashtu çat munda, çka këna blej. Pensionet i kem ka 100.000 lek. Këta janë shtrejtën kull. Për zotin. Si ja bani për me kur doni me blej diçka? Sa me bani, pak bol. Ti qa blejmë që në nevojitet. Riko pra ka mol, këna mol. Sionista, të marum. Që 500 lek më bje me shku i blej. Nga ana tjetër, tregtarët jashtë kamerave pranojnë se fuqia blerëse ka rënë ndjeshëm. Sipas tyre, ditët e fundjavës mbetën më të priturat, pasi vizitorë nga Malizi vinë dhe blejnë në Shkodër, duke u kthyer në blerës të rëndësishëm, veçanërisht në tregun e Rusit. Rritja e kostës së jetesës ka goditur më fort stresat në nevojë, duke e kthyer festet e fundvitit në një sfidë reale për shumë familje shkodrane.